Pogradeci ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt finales së play-offit në volejboll për femra pasi ka fituar bindshëm ndeshjen e parë gjysmëfinale ndaj Skënderbeut me rezultatin 3-0. Ndeshja nisi e ekuilibruar me të dy ekipet që luftuan për çdo pikë. Skënderbeu qëndroi pranë deri në fund, por në momentet vendimtare Pogradeci tregoi më shumë qetësi dhe saktësi. Me një lojë agresive në shërbim dhe efikase në sulm, vajzat pogradecare nuk i lanë hapësira kundërshtarit, duke krijuar një diferencë të thellë që në mes të setit dhe duke mbyllur pa histori. Ashtu si në setin e parë, loja u bë sërish e fortë dhe balancuar. Skënderbeu reagoi dhe tentoi të rikthehej në lojë, por Pogradeci ruajti avantazhin në pikat kyçe. Pas ndeshjes, trajneri i Pogradecit Besnik Lisha u shpreh se ndeshjet e para të play-offit janë gjithmonë të vështira. Ndeshjet e para janë jashtëzakonisht vështira për me dalë në atë ritmin tonë, megjithatë ne jena ekip shumë solid. Kena shumë lojtare që mundën me kontribu, megjithëse pat me probleme, ba me disa gabime, por në fundit ekipi gjeti forca dhe me ekzekutu mirë aty ku do të. Nga ana tjetër, zëvendës trajneri i Skënderbeut Julian Shishi pranoi forcën e kundërshtarit, por paralajmëroi se ndeshja e dytë do të jetë më e fortë. Ne kemi përgatitur ndeshjen, po padë në dy sete, i parë dhe i treti që vetëm dhe 23 pikë, është ato ai hap i vogël që ne duhet ta hedhim, duke qenë se ne jemi një ekip komplet i ri. Megjithatë, Pogradeci tregoi që ishte një ekip më i konsultuar si ne. Do mundohemi që ta çojmë me ndeshjen e tretë. Kemi shumë punë për të bërë në Korçë, megjithatë do mundohemi në këto 3 ditë ta përgatisim. Ndeshja e dytë do të luhet në Korçë, ku Skënderbeu do të kërkojë të barazojë serin. Në rast se ekipet ndajnë nga një fitore, gjithçka do të vendoset në takimin e tretë që do të zhvillohet në Pogradec.